Mirë se vini miq në Real People, me mua Florgjinin. Është ky takimi jon që kaq shumë ju e dëshironi për gjetur personazhe të vërteta, personazhe që janë pjesë të Shqipërisë tonë. Dua të përshëndes të gjithë shqiptarët. Edhe juve që ju flas, ju që komunikoj, ju që gjithmonë më shkruani edhe për të më ndoshta për të më dhënë një sugjerim, për takuar dikë që unë nuk e kam takuar në jetën time dhe për ta sjell dhe për ta bërë bashkë pjesë të jetës tonë. Nuk e keni ide çfarë pamje të mrekullueshme njerëz që kam këtej nga ana ime e majt, sepse shoh tomorin i cili është i mbushur me dëbor, tomori i mrekullueshëm. Po unë jam shumë pranë fshatit Ermenj, i cili ka një natyrë vjen në formë kurore. Mali gjithandej, Kodrina gjithandej, dhe këtu kam ardhur për takuar një njeri i cili është i vërtet, real, ashtu siç i takon edhe programit. Asbiu, që ka baktit e tij, edhe gjithë jetën e ka të lidhur, ti e ke të lidhur me baktin, e ke të lidhur me natyrën, se s'bën dot ndryshe. Apo jo, Asbi? Po. Kënaqësi njerë që takoj. Si ja? Si jeni? Mirë, si ja kalon? Çka ju mirë? Unë mirë, me thënë vërtet, më kishta marrë malli për pak aromë kështu, natyre. Aromali? Aromali. Aromali. Se kjo aroma e malit i bën baktit e mira, edhe njerëzit e mirë. Çdo gjë është bia. Jo se ata që janë të fushës nuk janë të mirë, se kështë do thonë pastaj. Ama ata shumë të mirë. Edhe ata janë shumë të mirë. Ti ku ke lindur vetë? Unë kam lindur këtu në fshatin Ermenj. Në Ermenj, Po. Tani është Ermenj apo Ermenj? Ermenj. Ermenj, po pse kështu? Ka ndonjë histori pse me këtë? Nuk ka histori, nuk e di. Toponim? Kështu e kam, nuk e di se si ka historinë. E emrit. Rrugës kur po vija këtu, në fakt pashi kishte edhe pronj, kishte edhe burime, që po larg është në çik nga Gramshi. Jo, nuk është shumë larg, vetëm është rruga e keqe. 20 km nga Gramshi. 20 km? Si të ngjan? Po rruga është shumë e prishur, shumë e keqe. Po, edhe rruga e vështirëson çdo gjë. Të ngjan sikur është shumë larg. Mund të ke marrë nga Gramshi, mund të ketë marrë një 60 minuta, një orë. Po, do aq. I do aq. Do aq. Çfarë bëre sot, si nisi dita? Ja, si gjithmonë ngrihemi mëngjes, ushqejmë bakti, ti lëshojmë, kujdesemi për to. Është dhe periudha që tani ato pjellin. A pse ka periudhën e pjelljes tani? Po, ka periudhën e pjelljes. Mendemi shikojmë japim për të pirë të vegjëlve. Sa bukur që duket shumë lëndina. E di sa bukur që duket shumë lëndina. Hajde ecim ne ndërkohë rrim për ti do më tregosh pak se çfarë kemi ne një herë rreth e rrotull, se ti e njeh më mirë këtë zonë se sa unë. Po. Mos bëj dot gjeografin këtu. Unë po thoya që këtu këtë e dallova që është tomori. Po, mali tomori. Ky është tomori. Po. Te çka kodrinash tjera kemi? Se mali këtu lart është mali Koshnicës, ky që kemi në lart. Koshnica, mali Koshnicës. Po këto fushat këtu? Këtu është fshati, janë arat e fshatit to që duken nëse këtu. Është fshati komplet, çfarë duken këtu janë arat e fshatit. Sa krerë ke? Unë kam rreth 200 krerë, 170 kokë janë dele dhe 30 dhirta. 200 krerë gjitha. 30 dhi? Edhe 170 dele. Edhe 170. Po s'duken sikur janë aq shumë. Po për momentin janë brenda një pjesë ato që kanë pjell. Sa është koha e pjelljes? Ato që kanë pjellë kanë brenda, kanë ato që s'kan pjell akoma. Si e ka baktia kohën? Po akoma ato tani fillon pjellja. Në muajin mars pastaj fillon shesin qingjat, fillon me mielin. Fillon periudha në mars. Po në mars. Domethënë nga kjo periudha nga nëntor-dhjetor deri në mars, në 10 orë bën pjellin ato, deri në mars pin qingjat, pastaj shesin qingjat fillon mielja. Në mars deri fillon korriku, 20 gusht. Vazhdon mielja, në 20 gushti pastaj deri në dhjetor bëjmë pushim. E bën pushim. Janë në shtera, ato s'kan qumësh më. Po pastaj ku e çon qumshtin? Po kemi këtu e çojmë Kabaxho. Në pasur Baxho. Se kur jemi poshtë, gjatë periudhës kemi qenë se kam na një vit që nuk i shtektoj delet, se më parë i shtektoj ai kanë në lushja. Edhe çka të Erzeni qumshin. Tek Erzeni? Po kemi punuar me Erzenin. Me vërtet? Ta marrin ata qumshin? Po marrin. Çonim që se fillon të qumshin në mars dhe deri në fund kohë rriku të rri atje, pastaj kur mbaronte qumshi vija lart mal. Sa litra ke prodhuar ti zakonisht? Po varet sipas vitit. Varet. Nuk është se kam e mbaj mend apo kam të shkruar gjithmonë. Paka shumë. Po paka shumë, edhe 30 kujtal muaj. 30 kujtal në muaj? Në muaj, po. Ço ka goxha? Po. Po me pagesat?
Pagesat Paguajnë mirë? jo, shumë në rregull. Mirë, Po në rregull. Pagesat kemi qenë në rregull, as nga tresa, as probleme. se dija që Erzeni merrte edhe qumësh nga kjo zonë. Po, në Kongë kemi qenë në Lushje, apo para një viti. Tani kam një vit që nuk i shtektoj me baktit. Po pse nuk ishte këto? Nuk i shtektoj me sepse edhe tokat andaj kanë marrë për panele, janë mbyllur kullotat. Janë shtenguar dhe shtektimi është bërë shumë i vështirë. Nuk i lvizin dot se Tani është kjo periudha është periudha e shtektimit që është ruajtur edhe në UNESCO. po nuk tani se tokat kur ikin gjatë rrugëve që do bëjmë, do përshkroj rrugën, unë këtu vetëm në Fierun dua 7 ditë me dele. Edhe tokat ata i kanë mbjell gjithë, nuk la njëri të kalosh. Ke probleme me njerëzit, konflikte, gjëra, është bërë shumë problem. Me çuar me kamiona është shumë shtrenjtë, nuk e përballojnë dot. Po. Kështu që është luftë o panelia o delja. Po. E gjithmonë ata më të fuqishmit i mundin ata të dobët asaj. Ja. Ashtu beson? Po. Ashtu është realiteti. Ndërhyrën në shtetë, nuk e di kush i ka marrë ato, kanë zaptuar tani, nuk lënë me ata. Dikur kur kishin individë, vinin më merrim ne me qira. S'kemi ku shkojmë. Ne jemi detyruar për rrim total. Po më përpara është më e rehatshme kur ti bashkëpunon me pra me një grumbullues të madh ose me një firmë të madhe, siç ke bashkëpunuar me Erzenin apo kur e çon një baxhe? Më mirë ashtu kur me firmë të madhe. Po pse? Ka gjëra më rregulla, çdo gjë është më ndryshe. Këtë shumë ata të vëllë dhe punë pagesave nuk. Është më ndryshe kur çon te firma. Po me pagesat janë korrekt? Po te firma po, urze kështu. Kemi marrë lek, po dhe probleme kemi na kanë sjell. Kemi edhe probleme. Se kam patur fermer që edhe janë ankuar, për shembull, jo po çmimi, jo po ma marrin qumshtin, si ja marrin qumshtin, ose njerëzit punet çmimit, po ajo ndikon, nuk e paguajnë shumë ta vejlit, a kupton? Të vegjëlit s'paguajnë. Nuk para paguajnë. Se edhe konkurrencë nuk ka shumë, se është dhe vend malor, vend i vështirë. Po cilësia e qumshtit? Po cilësia mirë është, edhe këtë nuk është cilësia e keqe, prandaj ishte më mirë për mua për shembull, sa të kishim më shumë qumësh delet, më jam shumë volum, a kupton? Nëse këtu është vendi i egër, nuk. Po pse ka rëndësi kullota shumë tek cilësia e qumshtit, ëh? Po ka shumë rëndësi, ka edhe te cilësia, po edhe tek për mua si fermer te volumi, litrat, a kupton? Sa ti me jepem shumë dele, nëse këtu do japi e zëm 500 gram si shembull, aty vjen 700-800 për dele. Kuptoj. Nuk e merr për shembull atë qumësh që merr aty unë se marr këtu. Ti kush ti ka mësuar këtë? Kam trashëguar nga babai, nga babi. Nga babai. Pse edhe babai me këtë punë është. Me këtë punë është? Se na ata njëshin që është bërë privat. Atë dojmë sot. Po më përpara çfarë bënte babai? Kooperativ, me delet e kooperativës. Me delet e kooperativës. Po, doktorika po. Domethënë ti arritur që se kam lindur dhe deri më sot mbas baktive. Nuk e bëra të shkollën e barimëve që u fol. Jo, nuk e kam bërë atë shkollën akoma. E ke parë atë video? Po kam parë atë video, do bëjmë tani ata. Do e bësh edhe ti shkollën e barimëve. Akademinë po. Akademinë e barimëve. Zvije, fantastik. Ti je rritur domethënë këtu, je rritur. Çfarë mendon ti? Duhet shkollë për barim me që jemi këtu? Jo, Fare. Thjesht nuk ka të bëjë teoria, do në praktik. Ti mund të bësh tërë ditën në shkollë, që do të se javë për praktikën në shekot. Unë bëhem do të barim? Edhe më bësh. Që duhet heqë rrobat, duhet heqë të rroba. Po normale. S'ka më rroba qyteti. Jo. S'ka më rroba qyteti. Po se ke drejti për këto. Ti mësove më the kur ishe i vogël dhe ti ke lindur këtu. Po, që s'tu kanë. E ke lindur këtu. Nuk kur ke dalë ti për herë të parë me baktit? Për herë të parë fare që moshëm 8 vjeç. 8 vjeç? Normale që i kam bas babit, a kupton, se isha bejon punë atë mosh, po. Ndihmoja babin. Ndihmoja babin. Pastaj të hyri në qef apo se ke padur si? Po normale. Se ke padur me qef këtë? Po mos e kisha me qef, nuk e vazhdoj akoma, na që më hyri në qef, e kam pasion. Po ndoshta në javë dhe kushtet ndonjëherë dhe rrethanat. Jo, okej, dhe kushtet janë, po unë kam dhe pasion, a kupton, nuk kam vetëm thjesht punë. E kam pasion. Më thuaj, du ta kuptoj. Çfarë të pëlqen ty tek të qenurit bari? Më tërheq më pëlqen puna, ku rrim me to, kujdesen për to. Ku kullosin këto për shembull, ndjej kënaqësi, ndjej mirë. Si është dita e një bariu? Të ngrihesh në mëngjes, ngrihesh në orën 6, të shkosh te baktit atje, do vesh ti kontrollosh, kush ka pjell, do hapësh për të pirë të vegjëlve. Fillon u hedh thagjin, u hedh nisën delave barin. Ose vjen ora 10, do t'i nxjerrësh tani dimit, gjatë orës 10 i nxjejmë jashtë, nxjejmë kullot. Sa i mban pastaj këtu në kullot? Deri në orën 4 mbasditë. Deri në 4 mbasditë, ë? Po. Dhe pastaj shkon prapë në shtëpi. Ne vemi në atje dhe do mbarojmë punë do ju ushqejmë prap.
Po shtëpinë e ke rregulluar, e ke sistemuar apo ke shtëpinë e vjetër që ke pas? Jo, kam bërë shtëpi, kam bërë të re. Ke bërë një shtëpi të re, ë? E disa qefe kanë patur gjithmonë trik kështu mes baktive. Kush nuk e ka qef, thuaj? Për të parë, po. Tani për të parë, po, se puna pastaj nuk është... Azbi, ti vetë je fëmijë vetëm? Jo, unë kam një vëlla, 2 motra. Një vëlla dhe 2 motra, Po. po ti ke qenë i vogli? Jo, i para fund, kam dhe një motër më të vogël. I para fundit, ë? Sa vjeç je? 34. 34 vjeç. Po. Çfarë thua? 34 vjeç dhe që 8 vjeç ti me baktit. Po. Çfarë vështirësish ke për shembull ti gjatë ditës? Po vështirë si ka, se kur shkoj e keqe do rrish në shit, do rrish gjithë ditën në shit, bie shi. Pse rrin në shiti këtu? Po do rrish duntana ato. Ato si në shi, si diell, si dëbor, ato duam të ngan. Në fakt kur e mendoj si puna jon, se ne s'duam tham kur ka shi. Prandaj them ato e kanë përditshme, ato do të thanë gjithmonë. Si kur është diell dhe kur është shi. Çfarë vështirësish të tjera ka një bari për shembull? Po vështirësi ka edhe mundime të për shembull do të siguruar baza ushqimore. Se do vjen ndihmë do në ngrënë, për vjen vera do gjetur mali prap me raja për të. Pastaj do t'i mielësh. Apo në vajin ato të di mielësh me Po dorë. mirë, ti pse duhet vish deri këtu për shembull që është zonë mal? Shkon nxjerrja aty me një fushë thjesht. Ku ka fushë thjesht s'ka. Po ta gjejmë fushën. Si kemi edhe mundësi të gjitha, po që mund të vërejsh në fushë andes. Dhe ta blesh tokën andes e shtrenjtë. Edhe me qira si thash që nuk po gjen toka kollaj Po me. pse kjo është tokë jotja? Te po e kam tokën time. A, e ke tokën tënde? Te kam tokën time. E ke pronë të babait të shëguar? Po tokë të zhguar, kam prënë me babait. Po gjyshi me çfarë është pasmar? Gjyshi ka qenë kështu ja, ose me llafën kone e Enverit, Po? ka punuar murator, ndërtim. Në ndërtim, Po ë? pastaj kur u bë privata ishte pensionist, nuk është më. Bëri ashtu. E ka. Friksohet nga kamerat e? Jo, si u njeh juve dhe Ah, shiko, si quhen këta? Si ua ke vendosur emrin? ai ziu quhet Zebo. Zebo? Po pse Zebo? Tash i zi Zebo. Aha, po ky i bardhi? Kalesh. Kalesh? Kalesh. Nga gjesh me lesh, Ti vet, 8 vjeç më the dole në natyrë. Po. Edhe fillove që të merreshe me baktit. Po, vetë kishe menduar gjithmonë që kur ke qenë i vogël që do ishe bari? Ku isha i vogël e kisha ëndër. Ëndër që të bëhesh e Ku bari? isha i vogël po. Kisha shumë dëshirë, kisha shumë qejf. Besha kisha baktit e mia. Po kur të pyesin për shembull ti kur ishe i vogël, ç'a dohet bëhesha? To jam çoban do bëj. Çoban, ë? Po. Domethënë ti po realizon ëndrrën tënde. Po e bëra, tani e kam bërë realitet. E ke bërë realitet ëndrrën. Po. Po këtë komunikimin që e ke kaq të mirë. Si të mirë. E ke shumë të mirë. Si gjithë tjerë? Je si gjithë tjerët, tash i ka dhe njerëz që s'din të flasin edhe aq mirë, ë? Sa në 2025 nuk ka njeri nga që s'di lafose. Kush thua ore? Ë? Ka. S'ke patur pasione të tjera? Jo, çka është vërtet ato i kam pasur fiksim, si ëndër si fiksim, apo kam pas. Ky ka qenë fiksimi im. Pastaj u përkushtova kësaj, nuk vazhdova shkollën. Pasi mbaroj gjimnazin nuk vajta më në shkollë. E ke patur me qef shkollën? Jo shumë. Jo shumë, ë? Jo. Se ke patur me qef. Nuk Pëlqen dhe vetëm fiskultura. Ne. Këto pastaj që ishin matematike këto. Po biologjin të paktën se ke në biologji ke bërë edhe kafshët. Dhe ata mësova. Ata e mësoja. Ata e dieti, s'kishte nevojë të pyeste njëri. Dgjoj, çfarë duhet tjetër një bariu gjatë vitit? Të di se kur e ka kohën kafsha. Po. Pra kur pjell, kur Kur pjell duhet kur e ka sezonin e qethjes. në muajin qershor këtë në nes. Në qershor Në e qershor. qeth gjithmonë, ë? Po. Çfarë bë leshi? Leshin kot të flakën se merr kush. Se merr asnjë leshin? Ja, flakën. Çfarë tjetër prodhon ti që nuk e përdor dot? Pra gjëra që leshin e deles që ti e heq nuk e përdor. Ka shumë vetëm leshin që shkojnë në dans, do të tjerat jo pleun për shembull dhe përdoren. Marrim edhim tokat dhe që mbjellin pleun. Ja shitjet e baktisë, ë? Do i përdorin, pastaj mishin prap normale që përdorin qumshin. Kanë gjëra që nuk shkojnë dan, vetëm leshe është që s'ka vlerë. Po pse me delet? Pse jo me dhit për shembull? Po mirë, dhe me Ke, më the dhi, po jo ai sa dele. Pak, është ndiem çik më mirë me delet, me rata, e kupton? Pse? Janë çik më të lodhshme, mundojnë dhit. Se këto jam më të ratshme. Po ti më the që e kishe me qefër e këtë zanat. Tani qef kemi, ne do punojmë për të vdesim me puna. Po pse dhit janë Të lodhin më shumë. të lodhin më shumë. Në fakt të dhit ngjiten edhe në për Për shkëmbë. Në për shkëmbi. Në vështira, sikur delja vetëm fushë. Po. Po kush është më e pastër, dhia apo delja? Dhia është më pastë. Kush e ka mishin më të mirë? Dhia. Dhia? Po dhia.
ka më të mirë. Mishin dhisja do, E, po Hizmeti nuk ja bën, kur i thonë, Dhia e ka më të mirë mishin dhe djathi një ka më të mirë për shembull. Dhia. Ti je i vetmi që jeton këtu në fshat nga familja? Unë me mamën kam lidhur. Vetëm me maman? Po vllai është në Itali, martuar, motra e martuar. Vllai është në Itali? Po. Sa vite është më i madh se ty? 5 vjet. 5 vjet. Po një nga motrat sa më e madhe? Njëra është 2 vjet më e vogël, njëra është 2 vjet më e madhe, është 2 vjet më e madhe në vllai. Motra është e madhja fare, ë? Motra vllai. Motra ka qenë e para. Po, se jam unë, se motra tjetër është 2 vjet më e vogël nga mua. Si ka qenë një familje me 4 fëmijë këtu jeta në fshat? Shumë mirë, pak me mundime, me vajtje. Edhe fshati ka një gjë që ka dhe punë. Po ti se ke provuar qytetin? Kam provuar pak kohë. Ku? Ndej në Tiranë. Qëndrove në Tiranë? Pak kohë, kam qenë pak kohë në migrim jashtë. Ku? Në çfarë vendi? Në Greqi. Sa pak? Në një 2 herë në 3 muaj. Që shkoj edhe vije? Po, më tash po. Brenda vitit? Po. Çfarë punë bëj atje? Kem punuar edhe kështu ndërtim, në bujqësi. E lodhshme, mundim me varur nga tjetër. Atë gjëra se bashkë me mirë po rritë puna ime të vendi im. Mbase u stabilizova, nuk kam lëvizur. Pse nuk të paguanin mirë në Greqi? Jo, se nuk pagushëm mirë, po. Nuk e di, nuk dukshte se ku nuk ja vlente. Pse? Ma Se thuaj vlente çfarë se mendon, si e ndjen ti? Për aq sa punoj nuk pagush asnjëherë, për shemb, për aq punë sa bëje. Po në Tiranë sa qëndrove? Pa, kam qenë në Tiranë. Pas një 5 muaj. Pse? Se shtuja do nuk përballosh jeta, isha shtrenjtë. Ishte e shtrenjtë Tirana? Jeta ishte shtrenjtë. Dita punës ish pak, Po. Po aty në Tiranë çfarë punë bëre? punoj me imobiliari. Marangoz. Ajde themi si marangos, se s'ndeja gjatun për shembull, po. Ndihmës. Sa të paguante ishte ndihmës Marangoz? Sa paguan atë kohë që rreja unë 450 lekë. Çfarë viti fillove punë? Shumë në vit 13 nuk e di. 13 më thashë. Në 2013. Po pastaj çfarë tha babai me nënën? Po i të provove nga doashta më, nëse ndihesh mirë këtu hajde ktheu këtu, nëse jo. Sa Po mirë, ke qenë edhe, shiko, ke qenë gati 23-24 vjeç atje? Po. Po shkollën se mendove asnjëherë ta bëje? Ja, nuk e vendova. Një shkollë profesionale për shembull. Nuk ato nuk. Kishe bërë një elektricist, një marangoz, një... Sa është se kisha shumë prirje për ato gjëra, nuk. Të pëlqen sporti? Apo s'ti intereson fare? Çka është vërtet fare, nuk e shikoj ne. Po çfarë ke pasion tjetër? Po, ose çështë të kem pasion tjetër. Po muzik dëgjon? Po. Muzikë. Çfarë muzike pëlqen? Më shumë popullore. Muzika popullore? Po. Po këto muzikat e kohëve moderne? Rrallë. Si ke me qef? Spara ka me qef. Ke ndonjë këngëtar të preferuar? Nga këta të popullor, po. Ka. Është Ylli Baka, Dule Malindi. Kemi në Skarpari, se këtu jemi ne me kufi me Skarpari. Edhe një fshat si për me, pastaj fillojmë fshatet e Skarpari. Po ti je Gramsciot? Gramsciot. Babai jeton? Ne nuk jeton më. Nuk jeton më. Sa kohë ka që nuk jeton më? Ka gati 2 muaj. Pas ka vdekur tani vonë. Po. Çfarë ndodhi? Një smur me tumor. Sa vjeç ishte babai? 68. 68 vjeç. Ke qenë i lidhur shumë i bie me babai. Patjetër, se ti gjithkohën me të. Po. Po ka qenë ikje shpejtë me një hershme apo? Po vajti ka të një vit e gjysmë. Deri një operacion. U mor me kimioterapi e çon në Itali, ja bëni mamë. Ja bën gjithë trajtimin atje Në Itali. Sa një vit e mirë. Ku mund të të pyes ku e kishte? Kokë. Në kokë, e kuptoj. Një vit e mirë, pastaj. I dhan shpresë mjekët? Po këtu the ndryrjen e bëj këtu në Shqipëri ai. Nuk kishin rrugëvar akoma letër. E na dhan shumë shpresë. Që është shpresë kot. Nuk ja doli vetë. Në një vit pastaj me kimioterapi me gjëra, pas një viti goditi prapë se një goditje tjetër, ajo që fatale. Në një 5 muaj paralizuar. Fliste? Komunikonte ditët e fundit? Jam 2 muajt e fundit fare. Fare? Pra më shumë thjesht jetonte, po nuk... Thjesht në të frym, në shqenë. E kuptoj. Ti ku ti ke ngjarë më shumë, nënës a babai? Babet më thonë, po hudin. Vërdet, Se ke qenë shumë i ngjashëm me të? Po, na fizionomia. Çfarë ka pasur ai me merak? Çfarë kish me merak? Thjesht na shikonte në mirët, ma ajo ishin dëshirat që na shikonte të tërë. Më the që e çove në Itali babain.
Pse zgjodhe të çoje në Itali? Po gjasën për më mirë. Se në shumë doktora më të mirë, ilaçe të Po tjera. këtu si ishte mjekësia në Shqipëri? Se thonë që ti nuk e kupton në të vërtet nëse se ke kaluar vetë. Këtu është si mos më keq. Ne që Sa? kemi përjetuar, këtu nuk ti vije për të bërë vizitat as të fusin, se soi llasnin dyreve. Mes mundën që kishte ai duhet të rrije tallshin ata ku ty tek aty për të bërë rreze. Na vonon një rrim na 2 orë, na 3 orë për dyrë spitalit për korridoret, njerëz arrajt doktori, njerëz punon në dera, njerëz përshëndetare rrezeve. A kupton, na kanë I është shtyr babi disa herë kimio? Bajt kimit pas javë në çon morëm Italinë. Se filloi të bëj rrezet këtu, ai vetëm rrezet bëri. Vetëm rrezet bëri. Kimia nuk i morëm që këtu pastaj. Të lodh kur ti ke një njeri në spital? Shumë. Asgjë? Është shumë e lehtë. Të lodh shumë, ë? Është shumë. Po në Itali shkove për ta vizituar babait? Po aty më është vllai. Merre vetëm vllai. Ti vetë nuk shkove ta. Nuk shkova dot, isha në Baktit këtu, Isha në Baktit. kisha punë këtu. Babai deri kur zbuloi smundjen merre me baktit? Po. Deri ditën e fundit. Po si e zbuloi? Thjesht i dha një goditje si, i dha një shenjë, fillim dyshoni për paralizë, pastaj vajtën bën ato. Pra nuk po lëvizte, i dha një Po, bllokim. si fillim. Pastaj Lëvizje. vajti bëri analizat, bëri ato skaner gjarë rezonancën. Që zbuluan. Deri ditën e fundit, domethënë ai donte i ka dash shumë edhe ai Po. baktit. Po. Njerëzit gjejnë të përbashkëta asbi. Sepse dikush mund të ketë një familjar mund ta ketë një familjar po një lloj si puna jote. Nuk e di ka plot se Çfarë do t'i thoja? Nuk e di, ndaj durim edhe Zoti, vetëm Zoti se nuk e vetëm asaj lloj gjë, nuk e çaj bën asnjë gjë. Vetëm çka ka shkruar Zoti. Dhe ndaj durim, vetëm durim. Durime mundot t'ja bësh gjitha çka ke mundësi. Po mirë, ti atëherë i bie jepi kadobët e mamas. Mami ajo ngel. Ja, s'është ajo ngeli, nënës tash i ke edhe ti e ke merakun e saj. Po normale. Ha? Po normale. Ti vetë je i martuar? Jo, beqar. Beqar, ë? E ke me merak që je beqar? Merak, ka më merak, shem se kisha kryuar dhe në familje, që familjen time. Sa vinë dhe mosha po ikin vitet. Djali i ri mo je? Nuk po them se u plaka. 34 vjeç. Tani besoj është një moshë që duhet kryu familja. Nuk e njohur as një vajzë që ndoshta mundet të krijojë një familje? Jo, po në Po për momentin jo, po më përpara, mos më thuaj mua vetëm për momentin ti. Pa që na hynë pjesën e për atë punë që i kemi jatën dhe qaj atë, ma vete... Që këto do në desha tjetë. Po pse s'ke dashuruar ti asnjë? Jo, asnjë. Vërtet, ë? Asnjë. Po që ke i poshtër ti. Unë thash ti më the do t'i them gjitha. Zoti ma. Asnjëherë nuk e dashuruar ti 34 vjeç? Jo, i çfarë asnjë. I çfarë, ë? Po në gjimnaz nuk dashurove? Jo. Pas ke dashuruar më duket në gjimnaz. Jo. Po nuk thua gjë. Dgjoj, unë nuk po të pyes për emër më. S'ka rëndësi emri. Edhe më thënë s'ka, nuk ishem, nuk kam pasur. Po mirë, po ti s'ke qenë dashurie e dikujt? Ata da se di jo, Ha? ata nuk e di. Po mirë, s'ke patur ndonjëherë ndonjërin që ta ka shprehur? Ja. Çfarë thua? Po kur shef për shkakun kështu, ato historitë që janë kështu histori letrash, që i shkruajnë histori dashurie me letra. S'di unë s'di shkrimash, nuk le shkruaj dotën. Nuk shkruan dot? Vërtet? Ore, jo të shkruash ti. Po ti s'di fare të shkruash. Do të shkruash diti se ke bërë gjimnazin për atë punë, po. Shikoj, ndjek këto programet me histori dashurie? Na njerë kam ko, po? Kë, ndjek përputhet. Jo, ma na jem rrallë herë pas, mas nuk ka dele dhe koha, se në orarin që janë ato, unë jam punë, vetë nuk shkoj na jena telefone. Po. Po mirë, rrjetet sociale ke? Po kështu të shkruajnë, ka shkruar ndonjëherë në rrjetet sociale? Shkruaj në një? Shkruajnë, ke. Po ke ndonjë kërkesë? Jo, ja. Fare asnjë? Fare. Asnjë, po ti çfarë kriteresh ke? Si e do ti për shembull vajzën tënde të ëndrave, se punën e ke gjetur punën e ëndrave, tani vajza e ëndrave është çështja. Si do të jetë njëri thjesht, njëri për familje. Vetëm e thjesht. Thjesht e normal. Po ndonjëra që të ketë para. Po jo, nuk i dua ato. Pse? Po fare. To që kam para, kam pretendime. Po pse ti gjithë ky djalje? Çfarë problemi ka? Djalë që komunikon.
Tani kjo është një punë e cila njeriu do jetojë dhe ti bën një jetë të mirë. Çfarë do të thotë kjo? Një vajzë. Kështu e quan ti, po nuk e quajnë gjithë punë siç e quan ti. E quajnë si punë të rëndomtë këtë, punë që bëjnë. Në fermat për shembull vajzat kanë pretendime, thonë jo, ne me dele nuk është punë ajo, është punë ofenduese. Është punë ofenduese. Po. Po cilat vajza pretendojnë këtë? Të gjitha vajzat, sidomos më shumë vajzat e fshatit. Vajzat e fshatit e mendojnë Po. këtë? A ka patur, e kam sinqert këtë, a ka patur në një vajzë në fshat që e ka shprehur këtë shqetësim, Po, që s'dua. Vërtet që dhe ti mund të kesh plot. kesh kërkuar dorën. Po. Që s'do të bëj punë në fshati. Do të largohet Nuk nga e duan fshati. jetën e fshatit. Nuk e duan jetën e fshatit. Jetën e fshatit. Po ku duan të shkojnë? Në Tiranë, në Gjermani, në Angli, ku duan? Jashtë. Ja kuptoj. Tutje. Apo nuk është e lehtë jetë e fshatit. Dhe na që kanë vuajtur, kështu duan pretendojnë për diçka më të mirë. Sepse ata kështu kanë vuajtur, kanë bërë gjithë jetën, tiki mos e rregullohet më mirë. Fshatin ama e dashuro. Po. Baktin e dashuron. Nuk e menduar asnjëherë që ta shesësh baktin për shembull. Për momentin jo, nuk e Të di. nisësh një jetë diku. Po, një për njëri jo. Për një herë jo. Në vonë nuk e di, si vin gjërat si na jetë jeta. Je vetë besimtar? Po. Çfarë besimi? Besimin bektashian. Bektashian, ë? Do të thënë beson në Besoj në Zot. beson në Zot. Dhe besoj kemi teqe, themi në Po. besimin tonë. Kë keni dervish ju tek teqja juaj? Xhelal Resul. Ah, ti do të bëhet ai shteti Bektashit. Më dia do bëhet. Ha. Do ta marrësh pasaportën po? Po. Ha? Do ta marrësh pasaportën, ë? Keti një personazh publik që e ke qef. Që e ndjek shpesh aty në rrjetet sociale. Ja, nuk kam ndonjë preferon ai idhull, nuk kam ndonjë. S'ke ndonjë. Në një program televiziv që të pëlqen? Një emision shumë, shembull që unë shumë shikoj të hapësirë e blerë, këto gjëra që më kështu kupton para që përshtaten me fshatin me këto gjëra. Nuk është se kam shumë, çfarë shoh politik këto gjëra s'më interesojnë fare. S'të pëlqen fare politika? Nuk e shikoj fare. Po pse? Nuk më pëlqen. Po ti po më thoje që në fillim mua që ti nuk po shtekton dot baktin Po, sepse toka ti kanë bllokuar me. Po. Po ajo pjesë e politikës është. E politikës është, kjo është politika jonë që kështu na bllokojnë në çdo krah. Vjen dhe puna për shitur qingjat, pastaj na ulin çmimet, na i bllokojnë. Ato nuk e marrin dot asnjëherë ata që na takon. Djersën ton, hakun ton. Ata vin futsin mish Maqedonës na jashtë, qingjat e mi ngelen vashitur. Ai vjen një vlerë tash eson në që mos marr dot lekë të mia, tash aq lirë se si vjen. Sa ta kërkon ty qingjet? Po tani për momentin është 6000 lekë kilo qingjet. Vjen që tani ka kërkesa se nuk ka shumë, ke parasysh, nuk kanë filluar shumë qingja. Ku vjen periudha që shiten shumë qingja, te çon në 4000 lekë ata që është nën kosto fare. Në të vërtetë sa duhet shitet qingje? Po paktën qingje ta ketë 6000 lekë kilo. Po qumshtin me sa ta kanë pas marr? Po varet më 1000 lekë ka qenë si fillim, vallai do 1300 tek zonë. 1300? Po, litër. Litri. Po s'qen ka pak. Nuk është keq. Me qumshtin. Nuk është keq. Vetëm me baktin, me shitjen e mishit që nga keq. Me qingjet është problem, se fusin mish na jashtë. Po ti ku e ke pasçuar mishin më përpara? Po kështu kemi mishin në për tregtarët, vinë marrin tregtarët. Restorante e këto? Po jo, vjen tregtarin e mblidhur me tregtar, vinë marrin ata. Restorantet nuk marrin të ne, për shkak se ata lidhen me tregtarin. Se unë s'mund ta furnizoj restorantin gjithë vitin, se s'kam gjithë vitin. Po veteriner ke? Kemi. Ke veteriner? Vjen shpesh ti viziton kafshët? Po vjen ku ka ato vaksinimet. Kanë peru. Më shumë bëhemi veteriner vetë, ja kemi mësuar ja bëjmë vetë, si sa. Ja u bën gjitha vetë? Po. Po veteriner që vjen nga këto, nga grupet e bashkisë? Po vetëm ata kemi veterinere që vjen nga grupet e bashkisë. Ti ke të gjitha këto të matrikulluara? Po matrikulluara. Matrikulluara? Po paguan taksa? Paguan? Paguan taksa? Normale. Po kompjuterin di ta përdorësh? Jo. Po mirë, pse di të përdorësh celularin dhe s'di të përdorësh kompjuterin? Po s'merrem me kompjuter, se ku ta mbaj kompjuterin këtu me dele, se celularin e mbaj me veten në çdo vend. Ku kërkoj babait varrose? Këtu në fshatin. Në fshat, ë? Tek varrezat e fshatit. Ka qenë e kishte kështu gjithmonë, nuk e mendove për shkakun? Po jo, e kërkoj vete. Për sa e pa që usmur, që në fundit që ngeli paralizuar. Po mamaja sa e ka pension? Në që dëshit që 7.000 lekë nuk ka shkuar. Sa të duhet ty në muaj që ti bësh një jetë të mirë në fshat? Sa duhet tani varet aty si po mos kesh halle gjëra më ndryshe, po ku ke halle gjëra shpenzimet janë larta. Po të kesh halle shëndetësore gjëra. Varet nuk e ke një
Ta ke një tarifë Ke dhënë para për babain, kështu, plot, mjekve? shumë fare. Ata nuk zinë me dorë fare, mos e ke lek, për shvet. Nuk duket ty në i lepër, në i dishe. E kapën, thua? Ta, nuk e mirë ndështë. Diçka kanë kapur atje edhe. Ta sjellin? Ja. Oh, Azbi, më kënaqja shumë që të takova. Po mua ishe kënaqësi qerë. Ti ky bariu interesant, 34 vjeçar që e ke realizuar ëndrrën tënde. Po. Ishte shumë e bukur kjo. Po të bëj unë për shembull ty ndonjë ftesë për të ardhur në Tiranë, për një vend pune. Ikën ti nga këtu? Ja, se besoj. Për të punuar në televizion, për shembull. Nuk e di se besoj. Për momentin jo. Unë dhe Azbiu jemi i bie i njëjti brez. Por dy persona të ndryshëm. Unë të falenderoj shumë që të pata sot një intervistë në Real People. Tani, ti do t'i thuash në qik njerëzve të bëjnë subscribe aty të kanali imi YouTube-it? Si të them? Subscribe. Bëni Thoj edhe një. Por e ti, bëj subscribe, thuaj. Bëj subscribe. Bravo. Se ti e, unë të pyeta tani për kanalet e YouTube-it, dhe aty ke bëj subscribe të kanali, bëj edhe atë zilen, edhe çdo intervistë del aty. Po. Tjetër, për Azbiun, çfarë duhet keni parasysh? E kemi beqar, single. Kështu që me një fat i mirë. Faleminderit. Ha? Si dihet? Si e ke në Instagram emrin? Azbi Turku. Azbi Turku. Turku. E ke bashkë? Po. Pa në një viza, pika, që janë këto? Jo, më bashkë. Ma e më qikë ta shikoj? Ta kontrolloj. Prit një herë ta shikoj, ta kontrolloj. Aty. Se... Dhe do të shkruaj në Instagram. Kush? Jo, së ndjek asgjë. Sa e hapa direkt lajmi i parë të doli. Qa doli? Një lajmi. Po, e ka Azbi pik 220. Shtu e ke emrin. Tani ta kontrolloj çikë ndjekun se ky kush e di ndjek s'ndjeka këto personazhet publik. S'ndjek asnjë nga këto personazhet publik? Ja. Po gjitha vajza i pasin që... Po djalja vetëm që do aty. Po miro, ndjek njeriu edhe një figurë publike, një politikana, një... Ka ndjekim Ramsin e? Po edhe mund ta ndjekësh. Për ndjekur e shëje? Nuk e ndjek, me kë jeti? Une? Ti je në kufi me Skraparlinto, ti më duket se je me Ilir Metën. Jo, po me kë je? Mos njëri, se janë... Me Berishën. A një që fare asë në njëri. Mos je me Lapajn. Asë në njëri nuk se që të gjithë nuk janë ata asë njëri për punë. Që do ata hajdut të gjithë. Njëri më hajdut se tjetë, më mashtru se... Po mirë të të bëju një pyetje, po të kishe qenë ti kryeministër, cili do kishte qenë ndryshimi i parë që do kishe bërë? Në vërtetën. Do kisha bërë për vendin o për njerëzit, për popullin. Të thjeshtë, rrugë, gjërat, pakën fshate, atë gjë duan rrugë, atë shepeve të rruga skandal. S'do kishe marrë ti para? Do merja, po jo sa shmajnë ata. Edhe ti do merje? Po të gjithë do marrë, dhe ti edhe unë po dhesh, Po po pse? jo ashtu, po Pse s'ka do njëri marrësh? mos marrë, po jo si shmajnë ata. Që ta vetëm vjedhin, nuk investojnë në gjë. Po pse kështu më Azbi duhet marrësh patjetër? Njeriu ndoshta edhe nuk babai yt ka marrë ndonjëherë para? S'ka të treguar gjë. Është korruptuar ndonjëherë babai? Çfarë do korruptojnë ata me modelet? Po mirë, po në kohën e komunizmit ndonjë gjë kështu. S'ka bërë asgjë. Në Burg ata se ishte i përndjekur. A ka qenë i përndjekur babai? Çfarë janë në histori? Ka qenë fshati, ka qenë Abbas Ermeni, ka themeluar Ballin. Ka qenë ky fshati këtu. Okay. Edhe kanë qenë gjithë së fshat këtu, kanë qenë fshati i cilësuar, kemi qenë përndjekur. Po të gjithë, apo mirë, ju pas keni qenë fshati ballistave? Po, ne jemi fshati ballista. Rexhai babi tim ka qenë haber 18 Nuk e dija, është hera e parë që unë vi në Ermeni, me thënë vërtetën. Po, këtu është fshati ballistave, këtu ka pasur origjinën. Është fshati e Abbas Ermeni. Dhe im mbajti emrin e, më dha përmbi emrin mbajti të fshatit. Nuk e kuptoj. Është qartë. Po edhe gjyshi ka lindur këtu? Këtu. Edhe stërgjyshi ka qenë këtu? Po, mund të jenë 3-4 breza. 3-4 breza që jeni këtej, Edhe ti do t'i qëndrosh besnik Ermenit. Deri diku po, ne? Deri diku. Mirë, falenderoj shumë që e bëm këtë bisedën bashkë. Faleminderit. Edhe kujdesu gjithmonë për baktit se kjo është punë shumë e bukur. Ta kisha dashur me zemër
në fshat do kisha qëndruar, se s'dua as unë të qëndroj Se në... dal as te qyteti, no? S'po pëlqen qyteti. S'po pëlqen shumë qyteti, po ç'ti bëj punës Në përditshme. kohë ikëm deri në ai fshat, bli del, rri, lot. Po tani i blejnë edhe për Instagram. Po ku ta çoj qoftë thoj? Erzeni. Ore ti që nge i poshtë. Shtotë nato, se erzeni zoj se gjeni. Shiko, e mbyll këtë intervistën time me Real People. Mos harroni që të ndiqni kanalin e YouTube-it, Florigjini. Mos harroni gjithashtu që të më jepni sugjerimet tuaja në rrjetet e mia sociale, në Instagram, të më shkruani në Facebook, të më shkruani personazhe që doni që unë t'i intervistoj, edhe ndoshta pse jo ndonjë surprizë interesante të cilën mund ta bëjmë. Dikë që ju duhet patjetër që edhe ta keni kujtim, se kjo është gjë shumë e bukur. Kështu që më lini komentin tuaj aty, edhe duhet kemi njerëz të mirë në këtë jetën tonë, njerëz real. Takohemi në, nuk e di, puntatën e radhës, videon e radhës që do hedhim bashk. Ju përqafoj. Ciao. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Florigjini.